përndryshe sa për presidentën, kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme, ne vendumrojmë edhe perspektiva jonë euroatlantike është shumë e errët, por me një angazhim shumë më të madh, po ta kishte kjo qeveri, ne sot do të ishim kandidat potencial për të futur në NATO, por i kemi humbur gjitha shancat, mu për shkak sjelljeve të papërgjithshme të kryeministrit në radhë, por edhe të dorës së djathtë që ka qenë presidentja në një renon dhe zavens kryeministrja Donika, që njëkohësisht edhe ishte ministre punëve të jashtme, me një fjalë kemi dështuar në diplomaci. Tek qeveria, ju lutem diçka tek qeveria, se po i rikthehem edhe një herë. Ka një figurë përbashkuese në vetëvendosje që për te Albin Kurti? Për momentin në VV, apo në qeveri, njeriu më i mirë, më i përshtatshëm që në një farë mënyrë ka dëshmuar edhe me votë popullore, është Glauko Njufca. Glauko mund të ishte një faktor përbashkues edhe i opozitës, sepse e kemi pa kohëve të fundit, edhe ishte në ngushëllim në familjen Thaçi, që humbi babajin Hashim Thaçi, edhe ishte në Hagë për vizitë të liderëve të UÇK-s edhe të politikës, edhe i ka disa elemente Glauku që mund disi të potenciante kryeministri aktual, mendoj që Glauku do të përbashkonte, edhe është një element politik, është një njeri që mund të çonte Kosovën përpara për shkak të asaj personalitetit edhe autoritetit që zoti Glauko Njufca e gëzon mos, por edhe e gëzon edhe të gjithë opozita, sepse edhe kuvendin e ka udhëhequr, mendoj mrekullisht krahasu me krejt kuvendarët që kanë qenë të kaluarën. Ka ditë që Glauku edhe votoi, kur ka pas propozime të mira që kanë ardhur amandamente ligjore në kuvend, shpesh Glauko Njufca ka votuar në favor të opozitës, edhe për shumë çështje tjera Glauku është i pranueshëm këtë rast, sepse është më komunikativ, më i afër, nuk fyn, është përbashkues, po të ekzistonte një gatishmëri e VV-s për ta leju, apo jo e VV, sepse aty nuk ka VV, aty është vetëm Albin Kurti edhe të dëgjuarit, sepse aty nuk ka demokraci, brenda VV-s nuk ka demokraci, aty ka autoritet, ka sistem autoritar, brenda VV-s edhe diktatorial, derisa në qeveri nuk ka arrit deri te diktatura, por te autoritarizmi gjithsesi. Do ta mbyllim me aspektin ekonomik. Një projekt mjaft i madh pas rrugës së Kombit është madhor, pra është Hekurulla, Prishtinë-Tiranë. Ju mendoni që do bëhet realitet së shpejti? Si gjykoni në aspektin e një eksperti me syrin tuaj? Ka vonesa ky projekt, kur mund të përfundojë? Në fushatën e 2021-s, premtimet e zotit Kurti kanë qenë dikon për 116 projekte të mëdha infrastrukturore. Nga gjitha këto projekte janë realizuar në mes 10 deri në 15%. Domethënë është 100 projekte të tjera kanë dështuar dhe nuk janë realizuar. Dhe tani kryeministri që në shkurje nuk ka pas projekte, vetëm i ka propozuar disa, ka bërë fizibilitetin për Hekurullën për Durrës, ka bërë një tunel për Tetu Prizren, edhe i ka disa rrugë, një rrugë Banull, Lipjan, mu lidh me autostradën e Ibrahim Rugova. Të gjitha këto janë projekte madhore. Janë projekte madhore, sidomos Hekurulla me Shqipërinë, që njëkohësisht krijohet edhe lidhja me Malin e Zi, është një prej projekteve madhore të rëndësishme, më të rëndësishme ndonjëherë që ka pas Kosova. Por me këtë format të qeverisjes, e cila angazhohet
që ta shndroj shtetin nga Kosovës në një shtet social, ku ndon ko pas kohë, çdo 6 muaj nga 100 euro, lëmosh, apo në prag të zgjedhjeve ndon shteti nuk formohet në këtë formë. Ka harxuar 700 milion në blerje të energjisë elektrike, në vend që ta ndërtonte një termoelektron. Kosova kishte të gjitha shancat për ta ndërtuar një termoelektron me prodhim të energjisë elektrike, apo ta shndronte të ngjillin në gaz dhe të prodhonim energji dhe gaz për për një pjesë të madhe të Evropës, kur çmimet ishin astronomike. Kosova do të kishte një bum ekonomik. Por atëherë edhe sot e pengoj 2000 kW-shin 2000 MW-shin e elektronave. E pengoj edhe 1000-shin. Albini edhe kur nuk ishte në pushtet, me protesta, me masive, e pengoj edhe këto të kontrollit.